Fadromat e ekspederati ndërtimor nisën të dështunë më datën 4 tetor 2025 shëmbin e disa godinave në kombinat, si pjesë e një projekti të financuar nga Bashkia e Tiranës me tender rreth 5 milion euro, fituar nga kompania Salidari. Ky zhvillim pason pra lajmërimet e hershme të boldnews.al që theksonte se ndërtimi unazës së re në zonë do të sillte rënimin e qindra banesave. Gjatë fushatës për zgjedhjet e majit 2025, autoritetet dhanë garanci se shtëpit nuk do të preken dhe projekti do të rishikohej. Megjithatë, pas përfundimit të zgjedhjeve dhe arrestimit të ish kryebashkiakut Erion Veliaj, IKBT nisi aksionin e prishjeve duke treguar anën e vërtetë të planit të shpallur si plani detyrueshëm vendor. Ky plan i vendosur në gusht 2024 justifikohet si domosdoshmëri për lidhjen e pallateve të reja të rindërtimit me pjesën tjetër të zonës, por dokumentet zbulojnë një objektiv tjetër: lirimin e truallit për zhvillime të reja ndërtimore. Zona qendrore e kombinatit tashmë e kthyer në truall të lirë pas shëmbjes së pallateve të dëmtuara, pritet të shndrohet dhe një hapësirë elitare me bllosje pallatesh moderne, pa përmendur se kur do të jetë përfituesi real. Projekti përfshin 4 bllosje ndërhyrje ku do të ndërtohen dhe zgjerohen infrastruktura rrugore, duke sjellë shëmbjen e shumë objektivave ekzistuese dhe banorët e kombinatit shprehen të pasigurt pasi në vend të rikthimit të banesave për të pastrehë dhe tërmetit, trualli i liruar duket se do të jepet kompanive të ndërtimit. Në këtë mënyrë, emergjenca e pas tërmetit është përdorur si justifikim për të hapur terren ndaj interesave të biznesit privat, duke nxjerrë fitimtar të vetëm oligarkët e ndërtimit.